Po jo, sa po filloni? Po, sa po filloj vjelja e ullirit dhe unë për herë të parë sot ndeza motorrat jam gati për punë, po ulliri e shumë dobët si vjetë, nuk ka. S'ka rendiment? Nuk ka rendiment, sepse në kohën që ai nxori lulet që një ftot. Erdhi nga natyra kjo punë. Jo se s'kishte fuqi ulliri, ishte ulliri shumë i mirë. Si rrenj ulliri, ka shumë kjo zonë këtu, biles po mbillen edhe fushat me ulli, koronek, sepse fushat e bëjnë, e duan koronekun. Mund të bëhet edhe në fush, pra është ky Po varieteti... është ky varietet që bëhet edhe në fush. Dhe këtu në Patos më thua në zonë po mbillet masivisht? Po mbillet edhe fushat. Po të thuash tera, tokat po mbillen ulli. Ka ulli. Po merren, pra po Po, në... problemi kemi vetëm për shitjen e vajt, nuk kemi treg shitje e vajt. Çfarë ndodhi me tregun? Ma shpjego pak se deri një vit më parë duke sikur situata u përmirësua. Po, përmirësua. Nuk e di, unë vjet 150 kujtal vaj erdhen ma morën. Një të nxjerr stopja të Beratit, sikur u pret dhe njerëzit nuk vinin me e kërkonin te gryka thoshin. Te gryka nuk ai besimi, iku besimi i klientëve. Çfarë kishte ai rast? Po kishte sepse njerëzit nuk llogarisin me analiza, me gjëra, llogarisin e dëgjuan edhe mbaroi. Ju ka dëmtuar pra ajo na dëmtoi ajo histori. Imazhin edhe besimin tek konsumatori. Po me eksportet? S'ka, e pra italiani e mirë edhe. Ikën. Nuk e morën. Gjithsesi kemi pak prodhim, po cilësia si pritet të jetë e vajt? Cilësia si vjet do jetë me mirë në atë tëra vitet, sepse ulliri nuk ka asë një lloj smundje, se ka dhe pak, po dhe nuk ka smundje. Nuk ka smundje. Nga njëra anë ka më pak, po nga ana tjetër. Po në ana tjetër vaj do jetë shumë cilësor. Shumë cilësor. Më mirë në atë tëra vitet do jetë si vjetë, sepse e shikoja shumë i pastër. Shumë i pastër ulliri. Ndrin. Edhe vaj ma merr mendje do ketë si mbas asaj që ndrin kokra, do ketë edhe vaj. Okej, sezon të mbar. Faleminderit.